jeta e një partie në një vit kalendarik, kështu që kjo lloj pekurie duhet ishte përftuar tani më aq sa për mos të përplasur brenda 10 minutash njëri aksion tjetrin. Pra, hate driven movement duhet të fshihet nga tjetra. Duhet të përqafohet patjetër i gjithë materiali burimi njerëzor që u vërej që është i gatshëm, por nuk u hodhi gjithë i pa rezerva që vjen nga diaspora. Janë rrethet intelektuale që unë dëgjoj her pas here ku janë intelektualet. Është e vërtet, ka pasur një pasivitet nga trupa e pedagogëve edhe nga ekspertët në Shqipëri, po unë kam vëritur shkresa shumë të mira dhe gatishmëri të cilës do lloji, deri edhe me firma dhe me pjesëmarrje aktive dhe me konferenca digjitale të intelektualëve shqiptarë në diasporë. Jo më larg se sot lexova zoti Muka, jepte edhe një propozim konkret i cili më duk shumë i logjikshëm, kështu që është ky trup që lidhet me pjesën me diasporën e Shqipërisë, që ka edhe një ligjërim tjetër, që e kam vërejtur që edhe në fillesa ishte më pak në kuadër të asaj luftës së fronteve që thua e karakterizoi Shqipërinë të 50 ditët e fundit, kurse jashtë nuk është më shumë kjo lufta e fronteve se sa dignitet, se sa ato vlerat postmateriale në gjuhën e sociologjisë politike, duhet përqafuar patjetër edhe diaspora. Kështu që këto tre janë tre korrigjimet kryesore, të cilat mund ta rikthenin në mënyrë absolute protestën, ta ristilonin në një stil vërtet shumë konkurrues edhe ndikues me rezultate të mëndshme. Në tre propozimet e tua, Erion, nuk gjeti vend a duhet kjo protestë të ndryshoj mënyrën se si shfaqet, pra të ketë përfaqësinë e saj, ballinën e saj, dhe ndoshta të qartësohet se çfarë është protesta. Do t'i mbetet ajo vetëm qytetarëve dhe sheshit, apo protesta do të ketë një përfaqësi të vetën, një përfaqësi e cila komunikon me institucionet dhe nuk do mbetet komunikimi vetëm nga sheshi. Po, sa po dhëtë përgjigjen të cilën te kaluam, të arsyes pse nuk jam më fizikisht aq i rregullt prezent në shesh, që pas daljes së 5 pikëve të kërkesave, të cilat në leximin tim ishin kërkesa që kënaqnin oreksin pluripartiak, që 5-6 parti në shesh gjenin balancat mes njëra tjetrës edhe krijonin një impakt të heshtur me ato kërkesa që ishin fund e krye të lojës së fronteve partiake. Prandaj unë kam garancinë e plotë se sikur të gjithë të largohen, çdo qytetar të largohet, pra partitë politike do të jenë aty në kuadër permanent kampenjit. Ndërkohë unë në ato kohëra ishta pikërisht për këtë që të sheshoheshin edhe pak idet dhe qëndrimet dhe përpara se të shkoj në një 5 pikësh dhe në një grup prak përfaqësimor në mënyrë sipas me krejtë dyshim, se unë kam qenë pjesëmarrës dhe shumë i afërt me mikrofonin dhe për arsye studimore 20 ditët e para kam dëgjuar çdo fjalë të mundshme, pra distanca ime fizike me mikrofonin ka qenë 15 metra në ditën më të keqe. Ndërkohë as që dija që po mendoj dhe po punoj për shkrimin e 5 pikave. Për shembull, aq okulte ishte sa asja kisha idenë që një grup po mblidhej diku dhe po fliste për këtë, për 5 pika. Pra, nëse do të shkohet drejt një tjetër lloj grupi me të njëjtën procedurë, kam përshtypjen që edhe një masë e mirë njerëzish të tjerë do të shpërndahen rrugës, në fund do të mbeten vetëm partitë politike ose partitë politike to be. Kështu që kam përshtypjen që ka shumë rëndësi dhe metoda këtë herë. Pra nuk më tremb ideja e një rigrupimi përfaqësimor, por metoda si do shkohet drejt saj dhe mënyra se si do të merren përgjegjësi për gabimet e dërtanishme është shumë e rëndësishme. Pra unë akoma besoj, kam shpresë se nuk është presa që vdes e fundit, por shkresa, se shteti ndërtohet dhe luftohet me shkresa. Unë akoma kam shpresë se shkresa më të mira se sa 5 pikë do të vinë nga ajo protestë, sepse mund të ndërhyjnë duar me know-how pak më sipëror. Shkresa më të mira vinë nga njerëz të cilët janë intelektual. Dhe le të themi që asaj protestës, pavarësisht se ka pasur intelektual shumë të mirë që kanë marrë podiumin, kanë marrë edhe mikrofonin, kanë dhënë dhe qëndrimet e tyre, por kanë munguar të jenë të qëndësishëm për të organizuar realisht një protestë dhe për të bërë dhe këtë shkresat që ju thoni, Erion. Kanë qenë të distancuar. Unë kam vërejtur pjesëmarrje fizike, këtë dëshmoj në vetë parë. Unë kam vërejtur pjesëmarrje fizike të djemve dhe vajzave të nderuara, të shkolluara si mos më mirë, por dita e gabuar, vendi e gabuar, vrulli i gabuar, hate driven movement që unë e përmenda disa herë, janë element bllokues për cilin do shpirt të ndjeshëm që vjen nga bota e artit, nga bota e mendimit, që kërkon qetësi dhe nuk operon me parrulla. Kështu që siç më kuptojnë mirën palë që themi në luftë si është shpreha franceze që ky është mielli dhe kështu do të bëhet analiza, por duhet analizuar për miellin që kemi.
në fakt do duhet mirë kuptuar edhe pjesa tjetër pse ka ndjenjur pak tepër. Nuk është e thjesht të operosh përmes mendimit, përmes kritike e cila mund të rëndojë edhe mbi vetë lëvizjen, e cila ka dëshmuar disa herë që ka qenë e paafta pranoj, e paafta perceptoj dhe ta pranoj natyrshëm në kuadër të vetë përmirësimit. Përkundrazi ka qenë kundërreaguese, ka qenë në nxitime sipër gati edhe revanshiste ndonjëherë, por për çdo rast unë dua të them diçka. Cila do të qoftë rezerva ime dhe jam të shumta, unë akoma kam shpresë të shkresa më të mira, cili do që ka qenë një herë të vetme në atë shesh, nuk meriton as pikpyetje pse nuk shkove një herë të dytë, nuk meriton as një rëndes, por meriton vetë falënderime sepse të paktën në rrafsh simbolik edhe ajo një herë që ai ka qenë prezant në atë rrafsh simbolik i ka sjell fitoret e veta dhe tani është vendosur një gur kilometrik në mënyrën e bërit politik në Shqipëri dhe patjetër që kjo do të reflektohet në afat pak më të gjatë. Erion, kam një pyetje të fundit, vetëm dua një përgjigje të shkurtër sepse jam dhe në minutazhin e fundit. Protesta do të mbyllet me fitore apo me humbje? E di që janë dy ekstreme, fitore dhe humbje, si përcaktime, por më thuaj cili do të jetë sipas teje mbyllja e kësaj proteste. Kurdo që të jetë mbyllja? Unë prej ditës së 15 nuk i referohem protestës në numrin 1. Protesta në numrin 1 është protesta fizike bulevardit Dëshmorët e Kombit. Protesta si mendësi që nisi nga dita dero dhe nuk kam më të ndalur, patjetër që do të jetë standard i ri politik bërje si kërkesë llogarisë dhe patjetër do të korrë fitore në kampe të ndryshme mbase edhe të palidhura me sy të parë me këtë çka